administratën e presidentit Trump si një mundësi të artë për ndërtu në trashëgiminë e tij në mandatin e parë. Antarësimi i Maqedonisë Veriut në NATO dhe antarësimi i Malit në NATO ndodhen në mandatin e parë të Trumpit. Marrëveshja e Washingtonit ndodhen në mandatin e parë të Trumpit. Dhe presidenti Trump është në kërkim të një legacie trashëgimie evropiane. Dhe këtu ku Kurti dhe Osmani kanë dështuar në këto 6 vitet e fundit është që nuk e kanë kuptuar që në mbrojtje dhe veçanërisht në mbrojtje do të mund ta kishin një Amerikë e cila është edhe me partnere, se një pjesë e këtyne ideologëve të administratës të re shumë e shohin punën e tyre në kontinuitet të George W. Bushit të ri, i cili adresoi Shqipërinë, Kroacinë, Rumaninë 2009 në NATO. Dhe unë edhe që këtu duhet ta kem prioritet. Tek Shqipëria mandej vijnë temat sigurisë energjetike dhe tema tjera të sigurisë rajonale, të cilat ne mund t'i përmbushmi vetë pa një partner serioz rajonal, dhe për ne Shqipëria është partner i natyrshëm, se jem zgjatje e saj dhe zgjatje e njëra tjetrës. Mund të themi që jem edhe partner strategjik, se jem vëllezër binjak, kështu demografik në çdo drejtim. Dhe së treti mandej vjen një politike jashtme e mëshme, e cila thot ka një botë, në cilën botë për partnerët tanë Amerikanë, hemisfera perëndimore është më e rëndësishme se sa Evropa ku jetojmë ne. Së dyti për partnerët tanë Amerikanë, Azia është më e rëndësishme për shkak të rivalitetit me Kinën, që është rivalitet tregtar se sa ne. Edhe kjo çfarë ndodh në Iran ka të bëjë me rirështimin e shteteve, që bën përpjekje ta bën Trumpi edhe në Venezuelë, me rirështimin e shteteve edhe me ndërprerjen e mundësive që këto vende të furnizohen me naftë, sikur se janë furnizuar, s'kam çka t'ju them, prej Iranit dhe prej Venezuelës. Dhe në njëjtën kohë bisedojmë me partnerët tanë amerikanë, pa cilën ne suni mbyllim do tema kryesore, se çfarë mund bëjmë ne me shtetet e fuqisë mesme. A mund të jetë Britania e Madhe, diçka interesante për Kosovën, nëse Amerika është të përqendruar shumë në tema tjera, a mund të jetë Gjermania? Do të thotë debati kryesor është tash çka bëjnë shtetet e vogla në raport me shtetet e mesme. Por temat e mëdha të dialogut me Serbi, ne së në mbyllmi pa Amerikën, mbrojtjen e Kosovës. Ne nuk mund ta jetësojmë pa mbështetje amerikane. Dhe unë e shoh kyçe një politikë të jashtme në raport me Washingtonin, e cila është treguar në mandatin e parë të Trumpit, që mund të jetë e favorshme për Ballkanin, nëse kem parasysh se çfarë ka ndodhur në Malzi dhe Maqedoni me antarësimin e të dy vendeve në NATO, dhe nëse kem parasysh marrëveshjen e Washingtonit, e cila ishte arritje e madhe, sidomos pjesa ku Izraeli ishte po njohu Kosovën. Patjetër. Zotë Hoxha, flasim pak në këto minuta që mbeten për PDK-n. Le të themi, krijohet përshtypja që PDK-ja nuk ka kokë. Ose më saktë, nuk është këputur dot nga fakti i pritjes se çka po ndodh në Hag me kërët e saj. Dhe kam përshtypjen që në politikë, ju e dini më mirë se unë, politikë mendohen të gjitha skenarët. Mendohet skenari A, mendohet skenari B, ndërherë mendohet dhe skenari C. A mendoni që PDK-ja, e cila ka një bazë të fortë elektorale, dhe ideologjike dhe politike në Kosovë, dhe këto e tregojnë dhe rezultatet e zgjedhjeve, sigurisht, zgjedhjet e fundit, mund ketë një, nuk po them të ardhme, sepse po flas për nesër, se do të mund të keni zgjedhje nesër, a mund ketë një epokë të re të vetën saj pa Hashim Thaçin? Pa Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin, mendoj që edhe Kosova do të kenë një ardhmë të vështirë. Por unë jam i bindur që gjykata do të sjellë vendim pozitiv dhe këta do t'i kthehen Kosovës. Unë kam qenë Ky është plani A. Jo, unë kam qenë i tmerruar kur e pash pretendimin e prokurorisë, e cila e kriminalizonte idenë e lirisë Kosovës. Qëllimin e veprave të ÇK-s për ta pasur një vend të lirë dhe të pavarur, në fjalën e saj prokuroria e
definante si ndërmarrje përbashkët kriminale. Ndërmarrja përbashkët kriminale ka qenë se ky vend duhet jetë i lirë. Me fjalë tjera e kriminalizonte çdo ide të lirisë të çdo populli në Ballkan dhe ku do të jetë në botë, edhe të vetë pavarësisë së Kosovës. Ku dihet që pavarësia e Kosovës edhe liria e Kosovës ishin vullneti jonë i brendshëm, edhe gjithë shqiptarëve. Po dhe projektimi i rendit liberal që përmendëm më herët, edhe projektimi i partnerëve tanë amerikanë dhe evropianë. Më mendoj që pa ta edhe Kosova do të ketë vështirë, po jam i bindur që do të kthehen. Po përtej kësaj, PDK-ja duhet të ndërton një model të opozitbërjes që është jashtë modelit të koegzistencës me Albin Kurtin dhe me Vjosa Osmanin. Nëse një parti politike bën përpjekjet që ta të i kalon realitetin aktual, të mbetet alternativ, që qytetarët ta shohin si shpresë, duhet të lëviz vendin në rrafshin e ideve përtej asaj ku jemi sot. Dhe gabimet që janë bërë në këto vitet e fundit është që ne jemi sjell sikur se të ishte bota e jonë, a bota e Albinit ka qenë botë preashtuese. Prandaj shqetësimin që unë kam gjatë këtyre 7 viteve të fundit nuk është puna e qeverisë, e pozitave, e posteve, po ne kemi pas një kulturë politike demokratike, të cilën Zoti Kurti po shndron çdo ditë më shumë në një sistem totalitar, të cilën Zoti Osmani edhe me dekretin e saj të fundit tregoi që ka një kulturë autoritare. Si mundet presidenti e vendit në orën 8 të mëngjesit në një republikë parlamentare, ku ne si deputet e zgjedhmi presidentin, po dhe shkarkojmë presidentin, ta shpërbën kuvendin për pas dialog me partitë politike paraprakisht. Pa konsulta. Po. Vetëm në Kuvajt, Zoti Balla ka pas një shejk i cili sa shkoja si ministri i jashtëm i Kuvajt, çdo vit të shpërndante parlamentin e Kuvajtit dhe 2-3 dhe ministri i jashtëm i Kuvajtit talej her pas here me humor dhe 2-3 deputet që janë në grupin e miqësisë talëshën se dinin a do të jenë ma deputete jo se shiku i Kuvajtit i shpërndante. Do thotë në cilat vende evropiane edhe propozimi ndryshimeve kushtetuese pastaj dhe ajo ishte. Sakt. Do thotë në fakt tregon që këta njerëz përkundër moshës së re e kanë një mendësi e cila është autoritare dhe ne jetojmë në një botë ku kultura autoritare është përhapur kudo në botën perëndimore, jo vetëm në lindje. Prandaj është edhe kyçe se si do të cilët PDK-ja si një model politik alternativ i cili thotë ne nuk bashkëpunojmë, nuk kem kur farë pikprere me ta, nuk duam të jetojmë në realitetin e njëjtë politik, dhe duam të ofrojmë një alternativ, e cila alternativ mund të jetë zgjidhje për vendin. Sigur se ishte në Hungari Donald Tusk dhe Sikorski. Unë kam pa në Poloni. Po unë kam pa Polonin. E kam pa Polonin gjatë kohës sa ka qenë Tusk dhe Sikorski. Para 15 vitësh, 10 vitësh, sa kam qenë ministri i jashtëm, e kam pa një Poloni e cila u morë nga partia drejtësisë dhe nga vëllezërit Kaczynski, e cila ndryshoi totalisht brenda natës, dhe një Poloni e cila u rikthy përsëri në binarët e saj, ku sot e kësaj ditë është një partner i perëndimit. Ju keni besim te skenari polak, pra te rikthimi në binar. Unë kam besim të plotë, unë shoh këtë mision tonin. Unë shoh betejën që kemë për zgjedhje jo si betejë pra se kush mund të merr më shumë mandate, po kush mund të merr mandate që ta ruaj karakterin demokratik të vendit. Kurti ka treguar që nuk është demokrat prej fillimit deri tash. Qëndrimi për zotin Kurti është i qartë, por për ta bërë pyetje ndryshe, çfarë tha Sekoli që parë. Do të thonë, a ekziston themi një lloj meraku ke vetë PDK-ja, se në momentin që ti hyn zgjedhje mund të fitosh ato zgjedhje. Dhe sikur ka një lloj frike të brendshme që po i fitojmë zgjedhjet pa këta, pa ta që dhe liderët e tjerë, sikur i ke trajtuar dhe i ke lënë atje dhe po ndjek rrugën tënde. Pra, vijon fatin tënd politik. Pra, kompleksi i harresës. Jo, brenda tek ju. Unë jam i bindur që
procesin e Hag do mbyllet mirë, por edhe nëse zoti Thaçi dhe Veseli nesër i kthehen Partisë Demokratike të Kosovës, duhet ta rimendojnë tërësisht se çfarë çështje politike duhet ketë Partia Demokratike e Kosovës. Ne kemi bë një reformë të mirëfillt të mbrëmshme në vitin 2004-2007, ku unë si deputet i ri sa marrë me temat e politikës të jashtme, po kam bajt konferencë për shtyp edhe për matematikën e klasës të 5. Se nëse dikush mëson matematikën dhe në klasën e 5, 6, 7, fillon që të çalon, krijon një lloj mjegullën e logjikën e tij të mësuarit të matematikës, se matematika është mendim linear, pafundësi nuk ka shans që ta kap ma logjikën e mësimit të matematikës. Unë kam marrë konferencë për shtyp ku ka ardhur BBC-ja, Evropa Lirë, e zëri Amerikës në atë kohë, Partia Demokratike e Kosovës në opozitë në protektorat ndërkombëtar, jo të pavarur, për atë se si matematika duhet të jetë prioritet për shkollat fillore dhe të mesme. Dhe sot ne kemi një revolucion teknologjik i cili ka ndryshon mënyrën tonë të mendurit, inteligjencë artificiale, dhe ne nuk kemi një debat të vetëm në Kosovë për asë cili është raporti i inteligjencës artificiale me sistemin arsimor, me dijen, a kur kemi qenë qeveri, ne kemi pas projekt të madh që ta shpërndajmë sa ma shumë internetin, se kemi menduar që përmes penetrimit të internetit në çdo fshat të Kosovës, në çdo lagje të Kosovës, dhe interneti Kosovë me shpërndarje është më mirë nganjëherë se pjesë caktuara të Gjermanisë apo të vendeve tjera evropiane, por ne kemi pas frikë që nëse mbesmi mbrapa me infrastrukturën të internetit mund të krijohet edhe një hendek i dijes në mes të atyre që përdorin internet, shoqërive tjera dhe neve që zime përdorin internet. Dhe unë mendoj që në këtë kulturën populiste të rrëfimeve të mëdha, natyrisht që gjeopolitika është rëndësishme, natyrisht që detyra atyre që udhëheqin vendin është që të mendojnë për skenar të këqij dhe për botën se si mund duket në 5 vite të ardhshme. Po të njëjtën kohë, kur je në qeveri dhe në qeverisje, duhet të kesh kapacitet me qeverisje. Çfarë kam pa është që zoti Kurti din me fitu zgjedhje, ka mashineri që manipulojnë rrjetet sociale, algoritmat. Ne jetojmë në një botë të lloj-lloj vërtete dhe të pavërtete, dhe gjysmëvërtete, dhe jo fakte dhe gjysmëfakte, me cilat ai operon dhe i fiton zgjedhje, por mendoj që qytetarët e Kosovës kësaj here e kanë pasur që burim i krizave është Kurti dhe Osmani, të cilët në këto 7 vitet e fundit nuk kanë sjell asgjë tjetër, po vetëm një situatë absurde ku ne nuk jemi gjendje me zgjedh presidentin e vendit. Çfarë shteti është ai i cili nuk ka fuqi për ta zgjedhur presidentin e vendit? Pozita e presidentit është shumë e bukur për ato që bëhet dhe mund të bën punë të mira, por nuk është pozita ky që në shtet në shoqëri. Në një republikë parlamentare. Veroxhe, ishte shumë kënaqësi të kisha sot program dhe realisht ju urojm suksese, pasi mendoj që një vend ecën mirë ku ka dhe një opozitë të fortë edhe të përgjegjshme. Faleminderit shumë që ishe me ne sot. Teator, faleminderit edhe nga ju. Mirë, shkojmë në përshkruar shkurtë publicitare dhe flasim pak sërish për 26 mars në vitin 2008, atëherë kur New York Times shpërtheu skandalin shqiptar të tregtisë arme në Afganistan. Me mua në program do të jetë Geri Kokalari.